Jo, ne si parti politike jemi të njohur për qasjen tonë institucionaliste, që ne kemi bërë dhe kemi qenë historikisht gardian të shtetit të Kosovës dhe institucioneve të Kosovës. Normalisht që në rrethana të caktuara ka reciprocitet në sjellje politike ndaj udhëheqësve dhe partive politike. Ne kemi kritikuar në zgjedhjet e kaluara sjelljen e kryetarit të vetëvendosjes dhe diskursit që ka përdorur vetëvendosje në përgjatë zgjedhjeve. Dhe ato e kemi bërë në mënyrën më të sinqertë sepse kemi dashur një skem politike më të emancipuar dhe pa fyerje të arrijmë rezultate edhe të arrihet partneritet në mes partive. Dihet botërisht që partneritetet ndërtohen kur ka mirëbesim dhe kur ka respekt të ndërsjellë. Këto janë vlera bazike të partive demokratike dhe për këtë ne e kemi harmonizuar sjelljen tonë. Gjithsesi kjo ka ndryshuar si rrethan dhe ne jemi të lumtur që sot po shohim maturi tjetër politike edhe nga partia vetëvendosje dhe për këtë i jemi përgjigjur pozitivisht. Pavarësisht kësaj ne po e theksojmë urgjencën e themelimit të institucioneve gjithmonë sa më parë që është e mundur, sepse përkundër faktit që nuk kemi qenë të kënaqur me rezultatin e zgjedhjeve, por ne kemi gjithmonë gatishmërinë që të jemi kontribues për procese të cilat e shpijojnë Kosovën. Pra, ju nuk jeni të interesuar të shkojmë në zgjedhje sërish? Jo, nuk, domethënë, kemi pas një periudhë të vitin e kaluar kur ka pasur zgjedhje, legitimiteti i qytetarëve ka qenë aty. Dhe unë besoj që përpara se ne të diskutojmë për zgjedhje, duhet të diskutojmë për zgjidhje momentalisht për atë që kemi legitimitet. Dhe ne kemi legitimitetin e plot, ku vendi ka legitimitet, partitë politike kanë legitimitet të marë para disa muajsh, kështu që ne duhet të bëjmë përpjekje që të friksoni apo jo edhe një palë zgjedhjeve? Jo, nuk është çështje e frikës, sepse partitë politike nuk duhet kenë frikë se zgjedhjet janë proces normal, por nuk është e nevojshme që të diskutohet për zgjedhje. Proces normal do të ishin nëse vinë në cikle të rregullta, por kështu të përsëritura shpesh dhe marr parasysh rezultatin e dhjetorit, them, keni apo nuk keni frikë në një palë zgjedhje që mund të ndodhin nëse dështojmë të kemi presidentin? Të gjitha përpjekjet tona si parti që kemi legitimitet të plot, është të kontribuojmë në një proces të zgjedhjes së presidentit brenda institucioneve tona, duke pas parasysh që presidenti duhet dalë nga një proces, jo i imponuar, por nga një proces konsensual apo një marrëveshje politike. Dhe për këtë kemi legitimitetin e plot dhe jemi ballë hapun të kontribuojmë për vendin. Fjalën pak bashkëbiseduesve të shohim se çfarë mendojnë ata, ditët po rrjedhin, presioni po rritet, pra nuk kemi ende kandidatura të formalizuar në kuptimin që kanë mbështetje në subjekteve politike, në mënyrë që pastaj mbatni forcat para kuvendit Kosovës, ju si e shihni krejt këtë. Është ndonjë lloj strategjie politike kjo, apo vërtet nuk ka kandidat ashtu siç po kërkohet me gjitha tiparet që do t'u pëlqente gjitha subjekteve politike? Tani në 12 muajt ose 13 muajt e fundit ne kemi parë vetëm një takim si këtë para 3 ditëve, nëse nuk gabon apo të zotit Kurti me zotin Hamza dhe zotin Abdigjiku, që është shumë pak. Shumë pak do të thotë kemi të bëjmë me mosbesim të madh ndërmjet subjekteve politike dhe kjo është një rrethan vështirësuese, do të thotë është shumë vështirë që me këtë dozë mosbesimi të jetësohet konsenzus brenda 6 dite, 10 dite, 7 dite. Kjo është rrethan shumë e vështirë, ndonse edhe në takim pavarësisht që ishte i vetmi, i parë i kisha për të u arrit diçka. Nëse lexohen deklarimet e zotit Kurti, Hamza dhe Abdigjiku, fitohet përshtypja që janë marrë vesh që ai kandidat presidencial tjetë jo partijak. Tani po përdoret edhe termi jo politik, po mendoj që është gabim, nuk mund të jetë jo politik e presidenti. Besoj që kanë arritur marrëveshje që kandidati i jashtëm për president ose presidente tjetë jo nga radhët e 3 partive, do të thotë në këtë rast 3 partive, pra tjetë jo partijak. Do të që tregon që komunikimi megjithatë diçka ka prodhu. Vetë fakti që janë taku
vetë fakti që kanë bisedu, diçka kanë prodhu, unë supozoj që kjo është marrëveshje e tyre. Po sërish, a ke një dozë frike, nuk po e quaj frikë, por shqetësimi se sërish mund të shkojmë zgjedhje. Se kjo është çështja që do të jetë në diskutim dhe kemi atë komoditet, a kemi rrethonat, kushtet, mundësi që të shkojmë prapë në zgjedhje. Shqetësimi është shumë real dhe zgjedhjet tjera janë shumë të mundshme, sepse thash pak më parë, mosbesimi i thellë ndërmjet subjekteve politike që është kriju, që nuk mund të eliminohet, nuk mund të zhbëhet brenda një jave dhe 10 dite. Edhe personalisht besoj që kam prit, që pas takimit që e kanë pasur, që të vazhdojnë me takimin në base edhe të përditshme. Sepse nuk besoj që zgjedhja do të gjendet në formën që ta zëmë vetë vendosja ta propozoj një kandidat, PDK-ja një tjetër dhe LDK-ja një tjetër. Unë besoj që duhen bisedime që të identifikohet një kandidat, dhe mendoj që kandidat të tillë ka në Kosovë, madje e konsideroj fyse për Kosovën që nëse 3 subjektet kryesore nuk arrin të gjejnë kandidati i cili do të plotësonte 3-4 kushte që janë elementare, do të tazëm një personalitet që do të kishte unifikues, që do të ishte njosje i politikës jashtme dhe të çështjeve të sigurisë. Pra, mendoj që këto do ta bënin një kandidat të përshtatshëm dhe besoj që të tillë ka, druaj që ndoshta ai mosbesim për të cilën fola ende është i pranishëm ndërmjet subjekteve politike dhe ndoshta ka edhe kalkulime cilat vështirë kam t'i deshifroj. Nëse keni tashmë të identifikuar një kandidat të tillë, siç thotë Zoti Koci, dhe a keni shkuar në takim me ndonjë propozim? Në takimin me Kurtin, a është propozuar ndokush që ju e shihni si figurë që do arrinte konsensusin dhe preferohet nga ju? Në fakt, ka disa çështje që duhet me u sqaru edhe kur dialogohet, po edhe kur bisedohet për emra konkret. Përpara se të flitet për emra, duhet folur për gjithë procesin. E tha edhe kolegu që për shumë kohë nuk ka pasur një dialog konstruktiv ose dialog të intenziv në mes partive politike dhe kjo pastaj kërkon një sqarim të procesit se si do të vim tek një emër. Tek fuqia... Sqarim të shumë hesapeve të pas zgjidhura më herët ose... Jo, po flas konkretisht vetëm për çështjen e presidentit. Kërkohet që procesi se si mund të vim tek një emër i përbashkët ku dakordohen disa parti politike. Dhe këtu ka 2-3 rrugë. Rruga e parë është ajo që mund të jetë konsensuale në mes të disa partive politike dhe këtë e definon edhe numri i votave. Partit që kanë numër të pamjaftueshëm nuk mund të jepin edhe të garantojnë që kandidati tyre sepse është numri i... Mund të propozojnë, mund të hedhin ideja. Po, por pastaj ka një proces tjetër që duhet t'i fitosh votat edhe nga partitë e tjera, për krahjen. Kështu që të kërkon një konsensus, pra kërkon që në një dialog të shkohet dhe emrat, përpara se të vite emrat, duhet të kesh caktuar disa prej kritereve në të cilat dakordohesh. Por kështu si thoni ju, do dojë një periudhë pak më e gjatë dhe takime siç u pajtuat pak më të shpeshta, më intenzive, por tani kur jemi fare në fund nuk ka më kohë. Jo, procesi këtu po them... Të stërhollohet dialogu te në atë pikë, pra jemi në një periudhë kur duhet vendosur shpejt e shpejt. Po, dhe këtu ka edhe një rrugë të tjetër që